Nisë gjithçka në Liman Kekaj, ju kujto. Ja, po shohim këtë pasim rasti i parë në ndeshje. Goditja e Laurent Gjylanit që devijohet. Nisët përpara Gjylani. Rasti për Venasit, kjo goditje qëndrore pret Eurolind Avdimetaj. Ja, kjo pasim shumë i mirë për Mevlan Zeka. Mevlan Zeka gjuan. Blokohet në momentin e fundit nga Arber Pira. Çfarë mundësie për mysafirët. Kështë e mirë ai harkim nga Altin Aliu pas kjo tentim i parëzikshëm nga Besnik Ferrati. Ne përshojmë këta goditje. Pret Ilir Avdyli, kërcënim nga mysafirët. Shevës në Liman Kekaj. Drilon Azdrolaj. Pret Eurolind Avdimetaj. Rritje të edhe pa përshtatshme. Ja, kë pasim farmëcie për Suarekën shohem. Vjen goditja. 0-2 realizojnë të randasit. Minuta e 66. Aksion të Edimiri Suarekës 23. Gjithçka në mënyrë fantastike, në mënyrë perfekte bëri Iliri Donfetoj, duke arritur që të realizoj, nuk pati këto offside e Fetoj, u lirua për mrekulli për në të shojmë këtë pasim në qendër, e më pas tentimi 0-2 realizon Jakub Berisha. Minuta 75. Kapitali madhe krijuar në këto qaste nga skuadra mysafire. Shojmë në njerëzë si rodhe jaksu. Ja, këtë tentim. Super goli realizuar, minuta e 78. Valmir Berisha realizon. Teti bukuri realizuar nga Valmir Berisha. Aksioni tjetër. Ja, çfarë mundësie mirë për Mali Shevën. Super pritje nga Avdimetaj. Vazhdon aksioni, edhe një intervenim e portierit mysafir. Me shumë fat tani skuadra. Me pritet sinjalizimi për përfundimin e duelit nga gjyqtari kryesor Zart Hasanaj, e cili mbyll takimin fitore prej 1-2 Suarekës në Liman